Po një zjarr i madh ka përfshirë një shtëpi në fshatin Greqec të Suaregës, ku policia dhe prokuroria dyshojnë se zjarri është shkaktuar qëllimisht nga personi që banonte brenda saj. Ngjarja ka ndodhur në lagjen e Reshani në rrugën Uk Saliu, ku policia dhe zjarrficit kanë intervenuar me urgjencë pasi u raportua se një shtëpi një katëshe ishte përfshirë nga flakët. Sipas burimeve me timin, ekipet emergjente kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin, por një pjesë e konsiderueshme e objektit veç se ishte dëmtuar. Hetimet e para në vendin e ngjarjes kanë ngritur dyshimet se zjarrvënia është shkaktuar nga një person me aftësitë e kufizuara, i cili jetonte i vetëm në atë shtëpi. Nga zjarri janë dëmtuar kulmi dhe njëra nga dhomat e objektit, 2 dhomësh, ndërsa vlera e dëmit material sipas pronarit vlerësohet te jetë rreth 10.000 euro. Sipas informatave, pronari i shtëpisë nuk jetonte aty, por banon në një lagje në Suareg. Me urdhër të prokurorit të shtetit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti është iniciuar si zjarrvënie. Kjo është ajo informacioni që ka të bëjë me djegjen e kësaj shtëpie në Greqec të Suaregës, ndërsa në Prizren nuk ka zhvillime, jemi në parafushat intensive, gjithashtu kemi probleme me përmbaruesit dhe po besoj se gjatë 2 viteve të ardhshme Prizreni do të ballafaqohet shumë me probleme madhore se përket menaxhimit të buxhetit pikërisht për këtë çështje që përmenda tani në fund. Besoj që më gjithësisht mund flasim edhe ditëve të ardhshme për këtë çështje dhe të faleminderit shumë Nuhi që mundsuat këtë lidhje direkte. Ditë mbar. Ditë mbar. Aksidentet shumë